Horoskopi ditor. E mërkur 8 tetor 2025. Në dashuri, mund të lindin keqkuptime të vogla me partnerin, ndaj komunikimi i qetë është çelësi për të shmangur tensionet. Në punë, do të ndiheni më të motivuar për të marrë përsipër projekte të reja, por keni kujdes të mos shpërqendroheni nga detajet. Energjia juaj sot është e lartë, megjithatë një pushim i shkurtër gjatë ditës do t'ju ndihmojë të ruani balancën. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet impulsive dhe mendoni 2 herë para se të bëni investime të rëndësishme. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Raportet emocionale janë të favorizuara sot, sidomos nëse tregojeni të sinqert me ndjenjat tuaja. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate më të mira se sa veprimi i vetëm, ndaj mos nguroni të ndani idetë tuaja. Shëndeti i përgjithshëm është i mirë, por kushtojini vëmendje ushqimit, pasi mund të ndiheni të lodhur nëse e teproni me sheqerna. Financat kërkojnë kujdes, sepse një shpenzim i paparashikuar mund të ndikojë në buxhetin tuaj. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Sot ndjeni nevojën për më shumë vëmendje nga partneri, por përpiquni të mos e tejkaloni me kërkesa. Në vendin e punës mund të shfaqen mundësi të reja për zhvillim profesional, prandaj jeni të hapur ndaj ndryshimeve. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes, sidomos me stresin që mund t'ju shfaqet gjatë ditës. Në planin financiar, është dita e duhur për të bërë plane afatgjata dhe për të shmangur huazimet. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Marrëdhëniet romantike janë të qeta dhe të balancuara sot, por mos harroni të surprizoni partnerin me një gjest të vogël. Në aspektin profesional do të vlerësoheni për përkushtimin dhe korrektësinë, çka mund t'ju sjellë një ofertë të re. Shëndeti është i mirë, por një aktivitet fizik i lehtë do të përmirësonte humorin tuaj. Financa janë të qëndrueshme, megjithatë ruani kursimet tuaja dhe mos rrezikoni me investime të pasigurta. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Dita sjell pasion dhe emocione të forta në jetën tuaj sentimentale, por kujdes nga xhelozia e tepruar. Në punë mund të merrni një lajm të mirë që lidhet me avancimin tuaj, ndaj qëndroni të fokusuar në detyrat tuaja. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, por mos e neglizhoni pushimin dhe hidratimin. Financat janë të stabilizuara, por një shpenzim i papritur mund t'ju detyrojë të rishikoni prioritetet. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot keni mundësi të forconi lidhjet me partnerin përmes bisedave të thella dhe të ndershme. Në ambientin e punës do të keni mundësi të shprehni kreativitetin tuaj dhe të fitoni vlerësimin e të tjerëve. Kujdesuni për shëndetin mendor duke marrë pak kohë për veten, pasi mund të ndiheni të mbingarkuar. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni huazimet apo shpenzimet e panevojshme. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Në dashuri mund të hasni një situatë të paqartë që kërkon vendimmarrje të qetë dhe të menduar. Në punë, një projekt i vjetër mund të rikthehet në vëmendje, duke kërkuar përkushtimin dhe organizimin tuaj. Shëndeti është i mirë, por mund të përballeni me lodhje të lehtë nga përgjegjësitë e shumta. Financat janë të balancuara, por është e këshillueshme të bëni një planifikim më të mirë të ardhurave. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Ditë e favorshme për të shprehur ndjenjat dhe për të forcuar lidhjen me partnerin ose për të njohur dikë të ri. Në punë, një lajm pozitiv ose një vlerësim nga e prorët do t'ju rrisë motivimin. Kujdesuni për shëndetin duke marrë pak kohë për relaksim dhe duke shmangur mbi ngarkesën. Financat janë të mira, por mos shpenzoni më shumë se sa mund të përballoni. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Komunikimi i hapur është çelësi për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje në çift gjatë ditës së sotme. Në punë mund të ndiheni të sfiduar nga detyra të reja, por me këmbëngulje do të arrini sukses. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj problemeve të vogla me tretjen ose lodhjen kronike.
Financat janë të qëndrueshme, por është koha të filloni të kurseni për projekte të ardhshme. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Raportet personale mund të përmirësohen ndjeshëm nëse tregoni më shumë mirëkuptim dhe tolerancë. Në aspektin profesional, është dita e duhur për të ndjekur një trajnim ose për të përvetësuar njohuri të reja që do t'ju ndihmojnë në karrierë. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me aktivitetet fizike të lodhshme. Financat janë të balancuara, por duhet të shmangni investimet e rrezikshme. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të zgjidhë paqartësitë që keni pasur kohët e fundit me partnerin. Në punë do të keni mundësi të dalloni për idetë tuaja inovative, por keni kujdes të mos neglizhoni detyrat rutinë. Shëndeti është i qëndrueshëm, por një aktivitet relaksues si yoga ose meditimi do t'ju ndihmojë të ulni stresin. Financat janë në kontroll, por mos u tundoni nga ofertat e shpejta për pasuri. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Dita sjell harmoni në marrëdhëniet personale, veçanërisht nëse i kushtoni më shumë kohë partnerit apo familjes. Në punë, një koleg mund t'ju kërkojë ndihmë dhe bashkëpunimi do të sjellë rezultate pozitive. Shëndeti është i mirë, por kujdesuni për pushimin dhe mos e teproni me kafeinën. Në aspektin financiar, është koha të rishikoni buxhetin dhe të vendosni përparësitë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.